prindi shëmbullor dhe veprimtari me energji të pashtershme, Koçi Fani Bombaj, i qytetit minator Srenic Vlorë. Kur fillova punë, më caktuan në shkollën 8 vjeçare, në qytetin minator të Srenicës. U njojta me prindi shëmbullor Koçi Fani Bombaj. E kisha prindin e nxënësit të shkëlqyer në mësime dhe në sjellje, të Ilia Bombës, që i ndriçoni syt nga gëzimi sa herë takoheshim. Në mbledhjen e kolektivit pedagogjik, diskutonte dhe ndihmonte për nxënësit problematik që nuk frekuentonin shkollën. Prindi shëmbullor Koçi Fani Bombaj kishte horizont të gjerë kulturor. Ishte shumë i zgjuar dhe t'i lexonte mendimet në sy. Ishte jo vetëm arsimdashës, por të frymëzonte të punoje me pasion në procesin mësimor edukativ. I qeshur, me zemër si dielli, rezatonte shumë dashuri për jetën. Ishte rritur jetim me shumë sakrifica e mundime nga xhaxhai i tij, Lambi Bombaj, ish deputet i parë i qytetit Srenicës. Fëmijëria me vuajtje që kishte kaluar gjatë regjimit të zogut, kishte qenë e trishtueshme, sepse kishte humbur në mënyrë tragjike të vllajën e vogël. Jetonte pa baba dhe me një nënë të gjumtuar. Xhaxhai Lambi Bombaj e kishte brymosur me dashuri për atë dheun. Kishte pritur me urrejtje agresionin fashist italian. Në moshën 15 vjeçare, kishte shkuar të rreshtojë në formacionin e luftës antifashiste nacional shqiptare, por nuk e kishin pranuar se ishte i vogël. Në moshën e re, kishte filluar punën në minjerë në bitumit Srenic, duke përballuar vështirësitë e galerive të Nëntokës. Me këmbgulje kishte vazhduar teknikumin e minjerës. Sa po dilte nga Nëntoka, vraponte të laheje, të vishej e të shkonte të ndiqte me vëmendje orët e mësimit me inxhinierët e teknikumit pa shkëputje nga puna, që ishte në godinën e vjetër tek gjimnazi Haredin Beqari, ose shkolla e teknikumit siç i flisnin. Ishte prindi 8 fëmijëve dhe studionte me vullnet të hekur. Ishte heroi Nëntokës. Punonte me shumë energji fizike në galeri. Dhe prind shëmbullor shumë i përkushtuar për 8 fëmijët. E takoja shpesh dhe bizetonim me shumë dashamirësi vllazërore. Në vitin 1978, organet e pushtetit më caktuan të hartoja historikun e minjerës që të bëj edhe muzeu i qytetit minator të Srenicës. Dhe ja nisëm punës. Ndërtuam grupin e parë të punës, që përbëhesh nga veteranët Thimo Bombaj, Jani Vangjeli, Jani Bombaj, Koçi Fani Bombaj, Lili Sotiri, Pascal Dimitri. Promotori i organizimit të mbledhjeve të grupit ishte i papërtuari me energji të jashtëzakonshme prindi shëmbullor Koçi Fani Bombaj, i cili me shumë pjekuri zgjidhte mosmarrveshjet në diskutimet e debatet për të pasqyruar në historikun e Srenicës ngjarjet që kishin ndodhur në Srenic gjatë luftës antifashiste nacional shqiptare. Srenica është një vend i veçantë që e gjitha u rreshtua me luftën antifashiste. Prisi luftëtarëve ishte Koçi Papaj Gjeçi, i cili ishte komandant i brigadës së 10 sulmuese. Fiset vllahje të Srenicës ishin kompakte dhe morën pjesë aktive me armë në dorë për çlirimin e atë dheut. Prindi Koçi Fani Bombaj ishte bashkëpunëtori im për të pasuruar muzeun e qytetit Srenicës, që u cilësua muzeu i veçantë i parë i klasës punëtore. Në çdo familje të fisëve vllake të Srenicës, së bashku me Koçi Fani Bombaj, shkonim për të grumbulluar sendet etnografike, fotografi
e relike, familjet e fiseve vllahe me shumë dashamirësi e një mikpritje të ngrohtë vllazërore na ndihmonin me shumë bujari e humanizëm. Me ndihmën e Koçi Fani Bombaj, krijuam muzeun më të mirë të rrethit.